Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. I njohur si ligji për branitellat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ai vijon të shkaktoj debate mes mazhorancës dhe opozitës. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët nga kreu i Selës, Elmi Aziri, bëri thirrje kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi të heqë dorë nga skenaret e vëmëros dhe LSDM-s për t'i hapur rrugë miratimit të tij. Aziri bën thirrje që nëse dëshiron të zhbllokojë vetëm komisionin në fjalë ta thras seancën plenare bashkë me shumicën dhe të shfuqizojë vendimin dhe interpelancën ndaj kryetares komisionit Ilire Dauti që kjo e fundit me propozim të Frontit Evropian të zgjidhet sërish kryetare e komisionit. Nga lëvizja Besa në Republikën e Maqedonisë së Veriut paralajmërojnë gjykatën kushtetuese. Kryetari i saj Bilal Kasami kërkoi që gjykata të mos merret me çështje politike, pasi ka shumë çështje të tjera që duhet të zgjidhet. Kasami deklaroi se ligji për gjuhën shqipe nuk i plotëson kërkesat e shqiptarëve, ndërkohë që uroi që kushtetuese të sjellë vendim në interes të shqiptarëve dhe të komuniteteve të tjera. Krahasaj Kasami komentoi dhe ndryshimin e ligjit për branitellat. Ata e nisën këtë si iniciativë në bashkëpunim me LSDM për të krijuar tensione edhe në këtë qeverisje. Ne kemi pasur qëndrim parimor që në fillim që është një çështje që është delikate dhe duhet të ketë një zgjidhje adekuate për të dy anët e konfliktit. Për këtë ai deklaroi se koalicioni vlen kërkojnë që rishikimi të bashkëqyrohet me ndryshimet për pjesëtarët e ushtrisë shërimtare kombëtare. Pjesa tjetër në këtë rast UÇK ka qenë e pranuar si palë në konflikte dhe me marrëveshjen Ohrit ka pasur obligim shteti të bëj socializimin e tyre. Pra ne vetëm këtë kërkojmë që në këto kushte delikate mos hapen tema të cilat vazhdojnë të krijojnë tensione në shtet. Bojkotimin e zgjedhjeve të ardhshme vendore. Deputeti BDI-s Berim Bexheti tha se kjo forcë politike dhe Fronti Evropian nuk kanë paralajmëruar asnjë bojkot të zgjedhjeve lokale dhe se janë të gatshëm për zgjedhje. Në lidhje me rëndësinë e zgjedhjeve të përgjithshme, të parakohshme, Bexheti u ndal tek nevoja e rivendosjes së stabilitetit politik. Ai tha se është e papranueshme të respektohet vetëm një legjitimitet në shtet nga dy bashkësitë më të mëdha etnike në vend. Mazhoranca e opozita maqedonase vjojnë përplasje mbi pozicionimin e Maqedonisë së Veriut në raport me administratën e re amerikane dhe politikat globale. Ish presidenti Stevo Pendarovski tha se është i shqetësuar për politikat e presidentit të ri amerikan Donald Trump, por veçanërisht për qëndrimin e qeverisë dhe deklaratat se si normalja e re do të pushtojë botën, që sipas tij është amatorizëm i pastër politik. Mendoj se si vend i vogël e dim kush jemi, ku ndodhemi, duhet të mendojmë dy herë përpara se të qëndrojmë, siç thon ne qëndruam së pari pranë tij dhe tani le të të tjerë pas nesh, tha ish presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Nga VMRO-12 thon se Pendarovski, njeri i cili dy herë ka humbur zgjedhjet presidenciale pas 10 muajve vendosi të paraqitet në publik dhe ta sulmoi kryeministrin Mickoski dhe VMRO-12 për shkak të përkrajes ndaj SBA-s dhe presidentit Donald Trump. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova tërheq 8 ambasador nga detyra. Sipas saj, shkaku B emërimi i tyre pa përmbushur detyrimin ligjor para trupit punues të kuvendit. Ambasadorëve ju kërkohet të paraqesin pikpamjet e tyre për marrëdhëniet me vendin pritës ose organizatë ndërkombëtare në trupin e punës të Parlamentit përgjegjës për politikën e jashtme, dhe 8 nga 9 të tërhequrit nuk e bën këtë. Në përputhje me dekretet e miratura, revokohet ushtruesit e detyrë i ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot në Bosnjë dhe Hercegovinë, në Mbretërinë e Suedisë, në Mbretërinë e Belgjikës, në Dukatin e Madh të Luksemburgut, në Bullgari, Çeki, Maltëzi, Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën e Veriut. Krahas tyre u larguan dhe ushtruesit e detyrës së ambasadorit të jashtëzakonshëm pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë dhe në Këshillin e Evropës. Detyrat e ambasadorëve pritet të përfundojnë më 30 prill. Maqedonia e Veriut nderon e brendë rëndja e luftës së dytë botërore. Kryeministri Thramë Mickoski në qendrën përkujtimore të Holokaustit e brendëve të Maqedonisë kujtoi viktimat e luftës së dytë botërore dhe tragjedinë që nuk kurseu as Maqedoninë. Mbi 7000 ebrej maqedonas u dubuan në kabin Treblinka dhe jeta, historia dhe kultura e tyre u ndërpren me forcë, por historia nuk është vetëm një kujtim, është një mësim, shkruan Mickoski në profilin e tij në rrjetet sociale. Rajoni. Kryetari i Kuvendit i Kosovës, Glauko Njusa, tha se beson se do të arrijë marrëveshje bashkëqeverisje me pakicat jo serbe, ndërsa qëndrimet e opozitës i përshkroi si obstruksioniste dhe sulme agresive. Nëse lind nevoja, do të mblidhemi si leadership, do të vendosi prapat e mëtejshëm, por deri tani partitë opozitare kanë mbajtur qëndrim pengues. Sulmet në lëvizje dhe vendosje kanë qenë shumë agresive dhe mendoj se këto zgjedhje ishin mjaft jo konvencionale me shumë akuzat pa drejta dhe goditje të ulta, deklaroi kryetari i Kuvendit i Kosovës, Glauko Njusa. Kryeministri i Kosovës angazhohet për të realizuar koalicion me ministrin aktual Nenad Rashić dhe pakicat e tjera jo serbe për formimin e qeverisë së re. Vendimi u njoftua në një konferencë për shtyp pas përfundimit të procesit të numërimit të votave të zgjedhjeve të nënshkurtit. Ne bashkëpunojmë me pakicat në Kosovë
me të gjitha ato që dëshirojnë të kontribuojnë, të përfitojnë, të integrohen. Albin Kurti vlerësoi rolin e ministrit aktual Nenad Rashić dhe kontributin që i ka dhënë në përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit serb. Dhe unë besoj që sulmet që i ka përjetuar ministri Nenad Rashić është pikërisht për shkak se ju ka ndihmuar komunitetit serb. Ky ju ka ndihmuar shumë serbët e Kosovës dhe prandaj është sulmuar. Se po mos ndihmonte serbët e Kosovës ministri Rashić, atëherë mos puna e tij do ta sulmonte. Mirë po, kur e kanë parë që gjithnjë më shumë serbët janë të kënaqur me kontributin që ky jep, me ministrinë e tij, me buxhetin për serbët në nevojë, e kanë sulmuar më shumë. Janë friksuar, andaj janë përpjekur ta friksojnë. Mirë po, kanë dështuar. Ministri për Komunitetet e Kthim, Nenad Rashić, për krah kryeministrit Kosovës, akuzoi qeverinë serbe për shfrytëzimin e serbëve për interesat e saj personale. Kryetari i Partisë Demokratike Progresive theksoi se ajo që po ndodh në Serbi është me të vërtetë një pasqyrim i revoltës jashtëzakonisht të madhe që ndjejnë qytetarët, qofshin ata student, nxënës të shkollave të mesme apo vetë qytetarët. Ishte Nenad Rashić, ministri për Komunitetet e Kthim në qeverinë e Kosovës. Koalicioni drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë vlerëson se gjatë mandatit të fundit arriti të rrisë me rreth 15% përfshirjen e grave në administratën publike. Gjatë paraqitjes së rrjetit të grave në pozita vendimarrëse në administratën publike dhe institucionet pavarura, Kurti tha se ka bërë hapa që nuk janë të vegjël. Nga të regrutuarat në administratën publike, në vitin 2023, 48% ishin gra, ndërkaq në vitin që lan pas 2024, 63% gra. Mbështetën punësimin e mbi 4.000 personave, prej tyre 55% gra, të cilët nuk kanë pasur asnjë antar të familjes punësuar nëpërmjet programit Qeveria për Familje. Për shefin e qeverisë Kosovës, studimet e ndryshme tregojnë se gratë janë më pak të korruptuara se burrat. Historia dhe shumë hulumtime shkencore na tregojnë për lidhjen e thellë midis paqes dhe grave në udhëheqje. Një lidhje që nuk është vetëm statistik, por edhe dëshmi se aty ku gratë udhëheqin, jeta është më e drejtë, më e mirë për gratë e për burrat, për gjithë shoqërinë. Ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama mbledh grupin parlamentar socialist dhe bën thirrje për fitore në zgjedhjet e 11 maj si e vetëm mundësi që Shqipëria të mbyll procesin antarësimit deri në vitin 2030. Përpara deputetëve, shefi i qeverisë nënvizoi progresin që ka bërë vendi, ndërsa viti 2027 sipas tij është ofruar si datë nga Unioni për përmbylljen e negociatave. Se nëse ne do humbasim muaj, dritarja do mbyllet. Dhe nëse ajo dritarja do të mbyllet, ne nuk e dim më se kur rikthehet në agjend antarësimi me këtë përputhje interesash. Në fund të ditës është një gjë interesi ynë dhe interesi i çdo vendi për të hyrë në Bashkimin Evropian, është një gjë tjetër ndjekja e këtij procesi nga Komisioni Evropian në nivelin teknik dhe është komplet gjë tjetër përputhja e interesit të 27 vendeve për të thënë po, urdhëroni, ja ku e keni vendin, uluni dhe ju në tryezë. Duke akuzuar opozitën për rolin e saj në integrimin e vendit, kryeministri kujtoi se alternativa e vetme që ofron Partia Demokratike dhe lideri i saj është krijërja e prokurorisë speciale. Po ju marr një shembull shumë të thjeshtë. Ka shumë rëndësi kush qeverisin në Shqipëri për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe për të ardhmen institucioneve të drejtësisë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zë të lartë dhe janë përbetuar që do kthejnë mbrapsh reformën në drejtësi dhe do shkrijnë institucionet e reja të drejtësisë dhe do neutralizojnë SPAK. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se i ka rezistuar një marrëveshje të ofruar nga kryeministri Edi Rama për të shkrirë SPAK-un. Në një konferencë për shtyp, Kryedemokrati informoi se shkaku bë vendimi i prokurorisë speciale për lënien e tij në kusht të arrestit me burg. Nga burimet diplomatike dhe burimet tjera është ngritur kjo çështje të përpjekjeve të tij për të bashkuar votat me PD-n dhe kjo nuk mund ndodhte. Se unë nuk kam që të lë vendin pa institucion akuzë kur për një reformim dhe institucion akuzë për një vend të lirë, siç duhet të ketë një vend i lirë. Kryedemokrati sqaroi se asnjë hap për reformën në drejtësi nuk do të bëhet pa Komisionin e Venecias. Nga 1 marsi lëvizja në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës në pikalimet në Vërnis dhe Morin mundsohet vetëm përmes dokumenteve të identifikimit. Udhëtarët që shfrytëzojnë pikën kufitare nga 1 marsi duhet paraqesin dokumentet në 2 muaj të ardhshëm. Ata vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë proces pasi shprehen për lëvizje të lirë në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pika kufitare e përbashkët Shqipëri-Kosovë përpunon numrin më të madh të automjeteve dhe udhëtarëve që hyjnë dhe dalin në të dy anët e kufirit. Drejt përfundimit rruga Shëngjin Velipoj. Përmes rrjeteve sociale, kryeministri Edi Rama ndau pamje nga punimet që po kryen në këtë rrugë. Një tjetër spektakël i bukurive shqiptare në vazhdën e zbulimit të Shqipërisë turistike, shkruan Rama.
Rruga Shëngjin-Velipoj konsiderohet një akt i rëndësishëm dhe me hapjen e saj do të krijohet një boshë i ri në një zonë me potencial më të madh zhvillimi turistik. Nga porti i Shëngjinit, rruga i bashkangjitet shpatit në lartësinë 100-120 metra mbi nivelin e detit dhe ruan të paprekur plazhin e Shëngjinit, ranën e Edhur dhe plazhet e tjera të zonës. Bota. Kancelari i Artshëm i Gjermanisë, Friedrich Merz, njofton bisedime me Francën dhe Britaninë për të diskutuar mbi ndarjen e armëve bërthamore, por paralajmëroi se një veprim i tillë nuk mund të jetë një zëvendësim për mburojtjen ekzistuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Europën. Ndarja e armëve bërthamore është një çështje për të cilën duhet të flasim. Ne duhet të jemi më të fortë së bashku në parandalimin bërthamor. Ne duhet të bisedojmë me të dyja vendet, Francën dhe Britaninë, dhe përveç kësaj nga perspektiva e plotësimit të mbrojtjes bërthamore amerikane, të cilën natyrisht duam ta shohim të ruajtur, tha kancelari i Artshëm i Gjermanisë. Merz tha se situata e ndryshuar e sigurisë globale tani kërkon që europianët ta diskutojnë këtë çështje së bashku. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbyllin 83% e programeve të ofruara nga USAID. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se pjesa e mbetur e programeve të USAID që do të vijojnë do të jenë në monitorim, do të administrohen nga Departamenti i Shtetit. Në postimin e tij, Rubio falenderon stafin e departamentit të efikasitetit të Elon Musk për punën e bërë dhe auditin e kryer në USAID. 5200 kontratat që tani janë anulluar shpenzuan 10 miliarda dollar në mënyra që nuk i shërbenin dhe në disa raste edhe dëmtonin interesat thelbësore kombëtare të Shteteve të Bashkuara, shkruan sekretari i Shtetit Marco Rubio në rrjetet sociale. Multimiliarderi Elon Musk paralajmëron Europën se sistemi i komunikimit satelitor Starlink është jetik për Ukrainën. Sipas tij, Starlink bën shtyllën kurrizore të ushtrisë ukrainase duke qenë thelbësor për funksionimin e saj në terren. Në një koment të bërë publikisht, Musk u shpreh tronditur nga vitet e masakrës dhe parashikoi se Ukraina është destinuar të mbas luftën nëse nuk arrihet një marrëveshje e paqe. Deklaratat e Musk gjallën reagime ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radoslaw Sikorski, reagoi ndaj komenteve të tij duke kujtuar se kostot e Starlink për Ukrainën mbulohen nga Ministria Polake e Transformimit Digital, një vlerë prej 50 milion dollarësh në vit. Sikorski paralajmëroi se nëse SpaceX tregohet një partner i paqëndrueshëm, atëherë do të detyrohen të kërkojnë furnizues të tjerë të komunikimit satelitor. Ish bankieri Mark Carney fitoi garën për të bërë udhëhesi i Partisë Liberale të Kanadas dhe të pasojë Justin Trudeau si kryeministër. Ai do të marrë drejtimin në një kohë të trazuar në Kanada, e cila është në mes të një lufte tregtare me aleatin e vjetër të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në presidentin Donald Trump, dhe duhet të mbajë zgjedhje të përgjithshme së shpejti. There's someone who's trying to weaken our economy. Yeah. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. Është dikush që po përpiqet që do psojë ekonominë tonë, tha Carney për Trump, duke nxitur thirrje të forta në mbledhjen e partisë. He's attacking Canadian families, workers and businesses, and we cannot let him succeed. Ai postulon punëtorët, familjet dhe bizneset kanadeze. Ne nuk mund ta lëmë të ketë sukses. Qeveria ime do të mbajë tarifat tona ndërsa amerikanët të na tregojnë respekt, tha kryeministri i Artshëm i Kanadas. Trudeau njoftoi në janar se do të tërhiqej pas më shumë se 9 vitesh në pushtet. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.